Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat vazhdon të shkaktoj polemika dhe përplasje politike në kuvend. I pakënaqur nga propozim ligji i qeverisë, kryetari i Aleancës për shqiptarët Zjadin Sela njoftoi se ka dorëzuar në procedurë parlamentare propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Sela deklaroi se propozimi i përgatitur nga Aleanca për shqiptarët garanton përfaqësim real të komuniteteve në institucionet shtetërore dhe përfshin edhe mekanizma ndëshkues për institucionet dhe përgjegjësit e tyre që nuk e zbatojnë ligjin. Ai theksoi se në këtë projekt ligj janë përfshirë edhe dispozita që e rregullojnë edhe përfaqësimin e drejtë gjinor. Për Selën, propozimi i qeverisë ka për qëllim vetëm të harxojë këto temë të rëndësishme dhe ta bëjë të pazbatueshme. Siguroi se propozim ligji i përgatitur nga Aleanca për shqiptarët do të garantojë përfaqësim të drejtë edhe në institucionet e drejtësisë. Janë përfshirë të gjitha institucionet, baza është kompetenca territoriale dhe kuptohet, kjo nis nga qeveria që do duhet ta implementoj këtë drejt në nivelin se sa është përqindja e bashkësive etnike në regjistrimin e fundit të popullatës, duke vazhduar pastaj në institucionet e gjyqësisë, shembull gjykata kushtetuese, gjykata supreme do duhet të përfaqësojë këtë realitet në nivel shteti, gjykatat e apelit duhet të përfaqësojnë realitetin etnik. Propozimin e Selës e komentoi Izet Mexhiqi. Sipas tij, Sela ka pasur kohë dhe mundësi në të kaluarën ta zgjedhë këtë problem. Ligjin e ri të ASH-s, Mexhiqi e cilësoi listë dëshirash të Zjadin Selës. Edhe unë edhe zoti Sela kemi pas shumë mundësi të kalumen, por nuk kemi bërë zgjidhje, nuk kemi sjell listë për përfaqësimin adekuat. Tash më ul anësh edhe me shkruaj dëshira është lehtë, po ato duhet të jenë kur të jesh qeveri, duhet të negociojsh me partnerët e qeverisë, të imponojsh zgjidhjet, edhe ajo që është më rëndësi pas 25 viteve, për herë të parë kjo çështje zgjidhet me ligj. Ndërkohë në procedurë parlamentare ndodhet edhe projekt ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili u miratua ditë më parë në qeveri, e për të cilin së shpejti pritet të fillojë debati në kuvend. Të njëjtin propozim ligj si zgjidhje të mirëligjore e paraqet edhe Partia Shqiptare, pjesë e shumicës qeveritare.